Mirë mbrëma Zjermoter. Mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur top 5-in e Prime 29. Zjermave pra, i bjen mashkur. Edhe 4. Mas thuj hiç Prime Mario, as mos e moj mend hiç Prime, thuj Prime i Zjermave dhe ke kry punë. Top 5 i Zjermave. Top 5 i Zjermave. Atëherë tash ti kush e ka rradhën me Anisi pari? Joni, Skarenci. Atëherë përpara jush rënditjen afër zjarmit kryesor, afër vulkanit ti Joni, domethënë, edhe 4 Prime edhe Mari. Joni top 5 i jot Joni. Atëherë në vendin e parë vazhdon me Mu blindu. Okej. Mu vjen se përmbashe presion me atë, a thosha çat thën, a duhet me thënë thu gjesti ajo se mu duket sigurisht të bëj presion me këtë gjesti. Edhe gjesti i blindu. Skema me çka kanë pal vizet e fundit nuk diskutohet gjesti me shumë llogari që kanë bërë si publiku ban llogaritë e veta, si produksioni që voton pastër. Në vend të dytë Gerta se tregoi prap një 2 vizet bukura në fund me nominimin ose me zgjelljen e Rozanës, me I tregu nga fillimi deri në fund që luftën e kam me ty. Edhe më pëlqyn zgjedhjet e saj në momentet decisive që janë të finales. Dhe në vendin e tretë Rozana, sepse Rozana duket që po I fryhet, po I bëhet një përgatitje, megjithse me gjithë asaj dhurat që I banin pra, dhe shpresojmë t'jenë me fat këto, pra t'jenë këto ai auguri I mirë për me azillat e ëndrrën që ka, dhe mendoj që në vend tretë, top 3-shin është Rozana, Laerti ka hup tanë këtë lojën, domethënë po kishte një muj Laerti sigurisht që nuk do kishte ka finalen, po thjesht ka që është frest ajo që janë da me Valbonen, me qënë që është në finale ai, por na rezultoi që ai pas ka pas lojë veç me Valbonen. Iku Valbona ai dashje pa dashje doli që me Valbonen ka pas I fije interes. Pra me kishte një me Gertën pa hajtësh. Pra lidhja është shumë e rëndësishme Mario. Është pikë shumë e fortë. Është çat noll, I nolli gjestit. Jo ma Laerti. Tjetër, në vendin e 4 thash Laerti, në vendin e 5 Loredana. Loredana vazhdon me kanë Loredana që nuk është ma me mik tash, ma e kam hek Dani që është me mik, se Dania po fillon të tregon ato gjanat e veta, inaqijet është pse s'më futet I mund finale, për të thënë, nëse vajza thjesht e kështu, ti ajo vajza që nuk merresh, nuk ke hi për gara, nuk ke hi me musha e mu ba. Lene ti me atanë me mirësinë tane, nëse shkon finale shkon vet, jo me micina e me fillu me ba skutulliçe. Ka që isha Marion që mos me zgjat fort. Besoj isha shumë I qartë. Me gjestin vend parë isha shumë I qartë. Vend dytë Gerta, vend tretë Rozana, 4 Laertin, Loredana e 5. Çekim. Çek. Vazhdojmë. Tash e kam rradhën unë apo jo? M'fali. S'ka gjë. Dhe me tregu kush është në vend 4 direkt apo filloj për top 3-shin tonë e dim, po thjesht do me ditë ky 3. Unë pra e kam Muros top 3-shin. 3 vendet e parë e kam Muros. Valmare, ti ke Muros edhe renditjen apo vetëm 3 persona? Edhe renditjen. Po renditjen I malli I vogël mor për ty. Po kam. Pra ne po them, renditjen e kam Muros, nuk lvizin më, them. Ja ka menduar se ke gjerë top 3-shin që nuk lvizin më prej 3-shes. Renditja. Rozana ka me fitu, Gjesi ka është pretendenti kryesor që konkurron këtë gjatë. Po s'ka me fitu. Ti mas mendimit tem, se nuk është e kam lexuar dikun. Si mas mendimit tem. Dhe Laerti thënë qysh kur bën lojën me Valbonen ashtu, pa diskutim që e ka kretë sigurt vendin finale dhe pse I treti se është ma kollaj me seleksionu podin, mandej. Pra, duhet me menu këtë tekniken që po fush në finale një ma dopt se nuk ja jap ma thjesht. Pra, gjithmonë, në për kompeticione, unë e kam vure këtë gjë, që edhe në për festivale në gjana, kur mesin 3 fundit, 2 janë konkurrent tamam. I treti është sa me plotsu podin që mos ishin 3 konkurrent tamam se bëhet e çuditshme më. Festivalin e fundit ishin 3 fort, pra, me thanë drejtën. Në rregull, po si mekanizëm është kjo që po të them unë, jo se konkretisht e cili. Kështu që në vend tretë Laerti edhe pse I ka ra loja, s'ka ne gjë. I ka ra loja. S'ka bën lojën e herë, po është duk sikur po e ruan për moment fundit.
Është e glendisë di fije me Gertën, Qëndron. që e ballafaqon Gertën me defektet e saja, dhe ajo ankohet që si mund është, si çao jeti që vjen në ballafaqo këtë mund, kam jetën time. Okej, në rregull. Por thjesht për një punë janë ata aty. Iku, pra në vend 3 ky Laerti. Në vend 4 Gerta, është drejt konsolidimit edhe kjo. Është drejt konsolidimit sidomos me matjen që dëmi bë vetes në raport me Rozanin. Domethënë, këtu është tregon inferioritetin ka shi Rozans, pra mos ishte Rozana me këtë do të matesh e Gerta mandej. A kupton? Pra, ekzistenca e saj si lojtare nuk qëndron nëse nuk është Rozana. Këtë jam të thënë. Dhe për këtë arsye është drejt konsolidimit si në vend 4, edhe për mirë edhe për keq. Për mirë është sepse ajo matet paktën. Ka guxim me thonë hajde të maten ai herë, të shohim këtë punë. E keqja është që e ndjen inferioritetin edhe vet, nuk është se po ja ngarkoj unë. E ndjen edhe vet përderisa të më mat. Në vendin e 5, vazhdoi Mario, mos është kjo Gerta si Kroacia, si shkon në 4-she. Alla ekip që rrezikon, por prap është inferior krahasim me Brazil. Kroacia në botnore ke fjalën, si Kroacia që del në finale. Ja, që ka dalë shpesh në 4-she si ekip jo pretendent dhe ka pas 3 superfuqi para, po tham unë. Patjetër. Ka pas në Holland përpara për shembull. Jo rrezikon, edhe pse është inferior rrezikon me luj. Si Maroko. Okej, e konsideroj një shumë. Po. Tu rreziku, po bani supermeshi me Francë. Surprizë, po. Islanda me ata utën. Vazhdojmë. Vend 4 pra Gerta dhe vendin e 5, unë gjithmonë vendin e 5 jam i bindur që e rezervoj për një të rikthyer, se janë disa arsye, kushton më pak premija e finales ose nuk kushton hiç. Këto janë fjalë Rozan. Për Jozit, i rikthyer, i ashtu, se mes Eglit e Jozit. Po unë nuk e kam parë Rozanin duke e artikulu kështu, por atëherë unë e mendoj fiks një ashtu, ajo është shifka si unë, pra. Po pra. Sikur është jashtë edhe shikon këtë gjë. Po pra shif njësoj pra, ty të po them. Po. Në rregull pra, unë nuk shoh budallëqet që për shembull ai që sfidon është superiori, ai që sfidon është inferiori. Nuk e di kush është budallëk, po thash thjesht Ty duket edhe arbri, po kam to kur thu që pse i tha budalliqe Gert, se ja fute kotë të Gertës. Budallik është me sfidu, domethënë edhe me mendu që je superior. Kur sfidon një hallë ke. Arbi nuk kam thënë është pa kam tok, ti e thon ti noshta, unë s'kam thënë arbi pa kam tok. Arbi kam thënë ja fut. Në rregull. Okej, ti thu pyetje gjithmonë, ti nuk thu kur përgjigje. Atëherë unë e mbylli me Jozin njën, se ma ke bë çorb, ma bën top 5-in tem. Pra argumentat e mi janë kështu, që Gerta qendron e 4 dhe fillon e bëhet gjithë një më solide, Jozit i rezervoj ton kohën vendin e të rikthyerit, sepse Egli nuk është hiç më vëllai, ose në aspektin tem, si e shoh unë që duhet me kanë kualifikuar në lojë, nuk është se ekziston Egli. Dhe mes Jozit e Eglit vetëm njërin mund të më zgjall. Pra më fal, ti je sigurt që njëri ndaj rikthyerit duhet me kanë? Jam kreti sigurt, paktën teknikisht. Këtë e kam para gjykimin tem, si më thënë. Okej. Qëndron. Nuk e fus një tjetër që ka kohë që rrin aty. Domethënë një të rikthym shofër. Qëndron. Edhe një herë për shpejt. Rozana, Gjesti, Laerti, Gerta dhe Jozi. Po pa fjalë. Check-in. Okej. Tash është momenti i zjarmit. Ai na kemi menduar në gjë, në meze, në gjatë shpejt, po thami gjatë shpejt me Gjirokastër. Hajde, okej, unë kam krushia dhe jam rregull. Duhet me fillu me e balancu i firma, se ke thoni Barcelit me Shkodroni me Gjirokastrin ti na ke. Me këtë rast përshëndes vjerrën teme që është jo vetëm nga Gjirokastra, nga Zagorite atje. Kjo Barcelit vetëm për vjerrën tonë nuk është. Kjo që po tham unë. Okej, dakor. Në një familje në Gjirokastër, babe birë po rregulloshin televizorin, edhe i thot, baba i thot birit, po i mungohet e diçka me kapi, kështu i thot, ik dete beni i sipër në katë dytë, e merre pincën i thot, se na duhet për me shtrëngu gjë. Shkon ky djali, tok, beni i thot se baba i beni si personazh. Më tha baba, ma e pa pincën se të na me rregull diçka te televizori. Ik ma i thot, se s'kam i thot. Edhe zbret poshtë, i thot, babs, më tha beni nuk kam ma. Mas që thot, hajt. Mas e qaj këtë, merën që të artonin, i thot. Ka kanë të e kursy, mas të hajt hekri. Hajt hekri, marrë djallë, hajt hekri. Dhe me dhanë. Kjo nuk është për vjerën tonë, Mario.
I ka met në lidhje me gjeokrasi, mund ta kishe kallxuar edhe si i bashkëlet me Shkodran, po nuk merr kuptim më. Aja me Shkodrën ishte e rana, aja me të njollë e malla, aja me Rozafet, për i thop të ullë. Do të fillim të balancu ka i fije këtë. I ka që ishte të fajfi i Prime 29-ës. E si presim finalistin e parë, do të ketë shumë lëvizje strategjike, mendoj nuk do të jetë asnjë thjesht që dalja e finalistit parë. Shifena të shtunën. Faleminderit shumë. Yes. Zjarr.